në tabakinët ndryshme, afër shkollave, e gjithë të gjërave, si rregull nuk ju lejohet, ta marroj, si rregull nuk ju lejohet që të shesin produkte që janë në moshën 18 vjeçe. Por ka dhe një fatkeqësi tjetër, që grupet të ndryshme janë shpërndarës të lëndëve narkotike në shkollat e këtyre minorenëve që ne po flasim, që arrestohen. Po shumë e thjesht, i kontrollon policia, i kontrollon ai mbikëqyrësi që është shkolla. Po pse nuk merren masa atëherë për t'i arrestuar këta persona që se po bëjnë vepër penale? Kjo është një pyetje jo, e drejtë. Jo, këto janë vepër penale realisht dhe arrestohen këto njerëz. Sa herë kemi dëgjuar lajme që u arrestuar pranë shkollave duke shpërndarë lëndë narkotike ose diçka e tillë. Pra, unë mendoj që përjashtim shoqërisë, baza themelore është e familjes, sepse mu nuk ma jep njëri me zor një paket cigare, një cigare, ose diçka të tillë, në qoftë se unë nuk e dua. Për një grup moshe ende nuk e ka pjekurin mendore për të kuptuar se çfarë është e drejtë, çfarë është e padrejtë. Në tutelën e prindrit deri në moshën 18 vjeçare.